Tani unë kam harru si përdorë të telefoni. Pasha të zotë, sot është dita e parë që kam marrë telefonin, edhe kam shumë 5 ditë gjumë total. I dua shumë. A mundet pak zërin e televizorit, lutem? E kam hap lajmin. Ti presim të mbirin edhe pak personat? 1 minut? Wow, si po më duket vetja live edhe në telefon. Atëherë që kemi gjithë 3. Për nga të një salba e para. Njëherë, dua t'ju falenderoj shumë nga thellësia e zemrës gjithëve, sepse në momentin kur kam dalë për jashta, kur e kam parë gjithë atë përkrahje nga ana juaj, nuk e di a besoni, po që të ditën e parë iku komplet stresim. Vetë ju keni dhënë aq shumë energji, aq shumë pozitivitet, sa që nuk ma mori media se mund të ekzistonte një efekt i tillë tek njeriu. Edhe çfarë mund të them alba sot? Për çfarë jeni kurioz? Pas pjesës që dua t'ju them faleminderit, dua t'ju them edhe diçka, sepse e kam vënë që gjithë publiku janë shumë kurështar se të dola. Ka pas shumë aludime të ndryshme, ka pas qoftë për pjesën e shamis, ose qoftë për pjesën e diçka nga jashtë, ose qoftë për pjesën që unë nuk e përballoja dot më. Unë di vetëm t'ju jap një përgjigje ju të gjithëve. Arsyeja sepse unë kam dalë, e kam thënë edhe tek video ku kam dalë, që kam pak dinjitet dhe nuk do lejoj që askush më në këtë jetë të mos përfitoj kurrizin tim. Dhe nuk do doja as pak që dikush t'i dhente karriget e fitores ose karriget e finales në kurrizin tim. Kështu që Alba vendosa me dalë. Se si 20 ditë më shumë, si 20 ditë më pak, nuk është të luan shumë rol, shumë diferencë. Por, kur bëhet fjala për finale dhe për fitore, patjetër që aty ndim se vetja ime, se 2 muaj gjysmë më luftuan fort, e kam shiju maksimalisht shumë si eksperiencë, më ka pëlqyer shumë, edhe vërtet është një eksperiencë që once in a lifetime, një herë në jetë përjetohet diçka e tillë. Dhe nuk do doja të shoj as një detaj nga eksperiencat që pata. Dua të kërkoj shumë po ashtu falje publikisht edhe për gjithë familjet, fiset, edhe gjithë njerëzit e dashur të vetë banorëve që kanë qenë aty brenda dhe që akoma janë. Në rast se ju kam lënduar pa dashje, nuk do t'ja kush të bëja gjë. Po thjesht unë si Alba kur futa brenda Big Brother, i vendosa vetes një kusht. Po nuk mendoj realisht, do të jem vetë nuk mendoj që ishin mbushur që jashtë. Edhe për shkak të gjërave që kanë ndodhur këtu brenda, po ju që po du një kopse që janë me parimet e mia në zemrën jena shumë pika të ndryshme time dhe në mediat time. Po nuk është që një po për arsye apo kupton nuk është tamam fiktimita për jashtë, mua më duhet të bëja diçka atë. Romanticitet nuk bëja dot se zemrën e zona. Shoqëri false nuk bëja dot se të gjithë e di shumë mirë që shoqëria në Big Brother nuk mund të nisë, por mund të ndodhë pas daljes nga Big Brother. Kështu që vetëm gjë që ngele ishte që shkaktoja tensione nga lojëra të ndryshme. Kërkoj ndjesë edhe për sinqeritetin tim shumë brutal. Edhe pse gjithmonë ka qenë realiteti i opinioneve që unë kam thënë për gjendjen aty brenda Big Brother, unë kjo jam Alba, atë që e shohin sytë e mi dhe që ma ndjen intuita ime, unë e them gjithmonë. Preferoj më shumë të më dua njerëzit në atë që unë realisht jam, se sa thjesht të krijoja një fasad të bukur për ju aty brenda, Alba si vajzë për shtëpi, Alba si nuse për shtëpi, ose Alba si shoqe e mirë, ose Alba e fortë në terren. Jo. E kam përmend shumë mirë. Vetëm shkaktimi i tensioneve ishte loja strategjike psikologjike që unë kam vendosur para se ty Big Brother që unë do bëja në Big Brother. Po, në çdo gjë tjetër, vetëm realiteti im si Alba. Sa jep pjesës mbulesës, dua të lajmëroj për diçka. Në momentin që do ta përjashta,
më sugjeruan që patjetër të takoj person që është adekuat për këtë, kryesisht hoxhallarët, që të marrë këshilla në lidhje se a jam në moment apo nuk jam për të realisht bulesën. Mua si djesimtar, si frymëtar dhe me zi presh ta bëj, një po javës në vijim do kem kontakt dhe do kem takim me një shumë të njohur, i cili do të më japë sugjerimet më të duhura në lidhje me bulesën time. Atëherë sa i përket edhe se ka pasur edhe shumë njerëz pikërisht, edhe për historinë me pikë. Pra do të janë për historinë me librin. Unë vetëm mund të them që ka vendosur një pjesë tjetër dua ta mbaj ekstrem shumë private. Dhe sa i përket edhe raportit me librin, dhe se çfarë ka ndodhur me atë, dhe se çfarë kemi pasur me atë, kjo është pjesë që unë kam zgjedhur që mos e bëj pjesë e publikut, tjetë sërish pjesë e jetës time private, sepse në fund të ditës edhe ne jemi njerëz edhe na duhet pak ajo që si ajo shpirtërore private. Pesha dhe tonë të janë ndryshë dhe të me vetra, ndryshë me flaj, ndryshë me si. Mirë, ndryshë dhe ata që mendojnë që mbulesa ka qenë pjesë e lojës, ose pjesë që mund të më kenë detyruar, as pak jo. Anë bashkë ditën e parë që kam qenë në Big Brother, dhe deri ditën e fundit nuk ka pasur asgjë që mua mund të më detyroj të bëj diçka. Unë kam të shumë mirë, zgjedh fytyrën time para Zotit dhe zgjedh parimet e mia në jetë. Dhe një nga parimet e mia në jetë është që askush nuk është bindje të time përveç Zotit. Dhe kështu që çfarëdo lloj sistemi tjetër, ose për çfarëdo lek të bëhet fjalë, ose për çfarëdo lloj biznesi të fortë të bëhet fjalë, kur nuk kam për të mbajtur urdhrin e dikujt tjetër, ose familja ime dhe njeriu që du. Dhe them familja dhe njeriu që du, sepse familja dhe njeriu që do nuk të japin urdhër, të japin këshilla dhe përkrahje. Pa e dedicato. Dhe një nga arsyet sërish dua ta them me juve këtu, gjitha që kam dalë nga Bigu. E thashë edhe kjo shumë mirë. Kam pak respekt për vetën time, kam pak dinjitet, dhe nuk zgjedh që të fshelin dhe në kurrizin tim të fitoj të tjerë diçka që patjetër pretendoja unë për ta kapur. Është një koment këtu që gjitha lojë dhe fund dole pa asnjë gjë. Më lejoni që të them. Në jetë fitoret e vetme nuk janë vetëm leku edhe pjesa e audiencës, ose fama që krijohet. Pra në jetë nuk është arritje, thjesht ajo karrige e finales së Big Brother. Unë kam fituar karrigen time me gjithë dashninë që keni falur gjithë publiku dhe me gjithë audiencën fortë dhe me gjithë të përkrahjet fortë nga ana juaj. Unë marrë fuqi, akoma më shumë që kur më ndërtohem dhe të vazhdoj përpara. Dhe sonte po ju a them që jemi në pritje dhe në heshtje duke të kem funksionuar unë për një gjë tjetër që të jem pranë jush dhe me zi presë që të jem sërish pranë